Bruno, sot jeni përsëri në Tetov, por jo si lojtar i Shkëndijës, por ndeshje miqësore mes ekipit të Shkëndijës dhe Dinamos. Cilat ishin emocionet tua të dalish para një publiku tetovar, të cilët të kanë mbështetur jashtëzakonisht shumë dhe sot përsëri ti del para publikut tonë? Ishte një ndjesi e veçantë dhe kam kalu 4 vite shumë bukur këtu. Dhe thua që është një ndjesi shumë e veçantë luash para këtij publiku edhe kundra Shkëndijës në Tetov. Si e vlerësoni ndeshjen e sotit? S'ka ndeshje miqësore, nuk ka rëndësi rezultati, ne morëm kërkesat e duhura, ne jemi akoma në mes të fazës përgatitore. Kemi akoma edhe 2 javë nga ndeshja, më shumë se 2 javë nga ndeshja zyrtare që kemi. Shkëndija lun para mas një javë. Ne jemi akoma në ngarkesa e sipër. Dhe për ne ishte një ndeshje pozitive. Morëm ngarkesat që na duheshin dhe shohim përpara. S'ka problem, s'ka rëndësi rezultati. A mendoni që kjo ndeshje mes Shkëndijës dhe Dinamos ishte një ndeshje që vulos, domethënë, kualitetin e të dy ekipeve para garave evropiane? Ja, s'pak. Kjo nuk isha as 70% që i Dinamos do thoja. Sepse thashë edhe më përpara që jemi nga ngarkesa e sipër, mosut janë shumë ngarkuar me nga 2 seanca në ditë servitore. Edhe nuk është akoma kjo forma duhur. Gjitha faleminderit që ishit pjesë e emisionit Sporti Sot dhe të urojmë suksese në ndeshjet e radhës. Faleminderit juve, suksese edhe Shkëndijës. Faleminderit.